Miqta, Timesun ju përshëndes. Unë jam Mikele Kallanxhiu dhe ditën e sotme ne do të startojmë në një podcast rallës. Ai është kohë për reflektim. Në këtë podcast do të kem të ftuar një prej ish-banorëve të Big Brother VIP Albania 5. Ai është pikërisht i ftuari im i parë për këtë podcast. Seno Fishta, Seno, të përshëndes dhe të falenderoj që ndodhesh i pranishëm ditën e sotme këtu tek Piramida. Të falenderoj shumë që krijove mundësinë dhe impenjimin tënd për të qenë i pranishëm. Faleminderit Sena. Falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi, por edhe mënyra e realizimit të këtij podcastit është një mënyrë e veçantë, afër natyrës, një ambient të hapur, edhe mendoj që edhe te pjesa piramidës, domethënë edhe ashtu si na ka shku situata financiare, po lidhëm çdo gjë piramidë, në çdo aspekt piramida afër piramidës. Seno, jeni gati që të nisi koha juaj për reflektim? Po, tash koha jame për reflektim ka nisë, mendoj me kohë, ka vite që jam në reflektim, po puna është një vend zbatim, kështu që vazhdo si dush ti me pyetjet edhe me çfarë dush për sa i përket informacioneve që dën. Seno, ku ka qenë momenti juaj parë që keni në memorien tuaj një moment të bukur që ju doni që ta riktheni edhe një herë atë? Do një moment të bukur nga fëmijëria ose edhe nga shtëpia më e famshme e Big Brotherit? Momentet e më të bukura të fëminisë gjithmonë lidhen me qytetin tim, shkodrën time, me ekipin tim zemër vllaznin. Kam pas një honor për me qenë futbollist, edhe këtë honor po realizuar jam mundu me ja transmetu fëmijëve të mi në sport, si djalin në futboll, si vajzës në voleibol. Edhe ka shumë etapa të bukura që kur kalon tash kur i afrohesh mosh 40-tave, ke qef mi vu në zbatim nga që të kamet ndoshta si peng i asaj adoleshencë ose rinie pak rebele që i kilon pa realizu. Asaj na ka edhe aspekte tjera, edhe për sa i përket shtëpisë më të famshme Big Brother është peng. Patjetër që është peng që dola atë shpejt, sepse ndoshta kam thënë çmimi ose lekët nuk ishin primare, pavarësisht se mund kisha ndoshta nevojë më shumë se tan, po disa gjëra tjera ishin më primare për mua, më kryesore, por kaq ishte si eksperiencë, kaq zati, si dihet, ndoshta do jetë në mundësi tjetër në akun tjetër për me dhënë atë 90% që ka me, se besoj që kam dhënë 10% të. Seno, sa gjetët ju personalisht veten atë shtëpi? Dhe sa u ambituat ju me banorët që ishin aty? A ishte ajo, le ta quajmë në këtë mënyrë, a ishte ajo pjesë e Big Brotherit që ju keni parë nga ekrani? Apo aty ishte krejtësisht një diçka tjetër? Mendoj që aty vedin duhet ditë ose duhet kohë për me gjetë gjithsecili, sepse nuk i din banorët që ke, nuk i din dinamikat që marrin, edhe kur është edhe fillimi mundohesh me në profilin tënd që ke qef më shumë. Mendoj që ndoshta siç e thash, pra kisha da gjana me lanë me pak kujdes, po gjanat më të forta mendoj që do vishin me kalimin e kohës, besoj kur t'ju afrosha javës 4, javës 5, sepse edhe dinamikat do ndryshoheshin, edhe situatat do ndryshoheshin, nuk dosha me kënd, domethënë një që sulmuesin tonë me sulmullën, dosha me filluar pjesën e batutave, mendoj më shumë mi bë publikun me qesh, jo pjesën e stresit me ashtu ose pjesën e debateve. U mundova me qenë i gjithanshëm në çdo aspekt, por siç e thash, 2 javë kaç ishin. Ishin vërtet shumë pak apo jo? Patjetër ishin shumë pak, edhe për gjithsecilin janë shumë pak, por mendoj që edhe për mua, sepse siç e kam thënë, e shkumja, situatat e jetës, mendoj që do të më lënë më shumë, me fol më shumë edhe në disa situata, por siç e thash, këtë gabim mund ta korrigjojmë në herë tjetër. Nëse Seno do ishte aktualisht në shtëpinë e Big Brotherit, cilin do kishte aleatin tim më të fortë nga banorët aktual që janë aty brenda? Shiko, unë edhe për atë pjesë sa kam qenë aty, aleat mund ta thuj, domethënë unë kisha qenisha mirë me Vrenozin, por kisha edhe personazhe të tjerë që më respektunin tan. Të vazhdu të Stine, të vazhdu të Lorna që ka dalë, të vazhdu të Sabina, edhe të Miri që është aktualisht aty,
Mendoj që alat unë do të kisha vetëm atë idenë time ose argumentat e mi. Mendoj që alat mund ngjasha vetin me diçka që është përbatut. Aktualisht mendoj që Artani dhe Greta mund të ishin personazhe që mund të isha më afër me ta. Alat, po. Pse jo edhe me Rugjertin për arsye jo që ndoshta duket se është më e frikshme, por ka të lezetin e vet. Unë mendoj që do të kisha kënd te pjesa e batuts më shumë me Rugjertin. Mendoj që mund ta kishim do kishin një kimi. Po një kimi ndoshta ai me ton mund të ishte gri, por mendoj që me mua do të kisha kënd te pjesa e batuts më shumë. Se no, ju mendoni se çdo njeri prej nesh ka një Rogert për brenda? Që ka të mënyrë agresive, që ishe gjyrat në një tjetër kontekst, që ishe gjyrat në një dimension tjetër, jo në ato që mund të shoj masa. Ajo pjesa e çdo njeri ka ato ku bëhet me nerva, po ne kam theksuar që pika e më fort qetësia, një moment hupi, edhe hupi për diçka të përbashkët, ose hupi një debat individual ose për diçka personale. Ishte një hap i nxitum, por me sa po shoh, domethënë po ajo çka kam bë unë me çka po bëhet aty është një miniaturë. Po ky ishte verdikti i publikut ose situata që ishin kryer deri në atë moment që unë ndola. Domethënë ajo pjesë reality show është kur dikush gaban aty, po ka kohën edhe për me reflektu. Domethënë kohën për reflektim. Aty duhet me pas kohën për reflektim, mendoj që shumë gjë e mirë që u dha koha për reflektim Rugjertit 4 ditë, sepse kanë futur reflektim të thellë, edhe u dha edhe Kristit për një 4 orë, domethënë ka ato diferencat e veta, por Rugjerti më sa shoh. Me 4 besoj që ka reflektuar mirë Rugjerti, kurse Kristi më vjen keq që nuk reflektoi sa duhet, sepse kishte tëra mundësi Kristi si askush tjetër për me ecë më shumë në atë lojë, po ajo zgjallë atij. Si keni parë largimin e Kristit nga shtëpia e Big Brother? Ka lënë për të dëshiruar në mënyrë se si ai tentoi disa herë të dilte për te murit? Po kjo tregon që nuk ka një komod aty, tregon që u dorëzu. Ndoshta edhe ambienti si ka pëlqyer, Kristin e kam takuar edhe mbrapa masi u eliminuam. U taku me përshtet me një tjetër, lujt me qeshme, por për në atë mënyrë se si u sjell Big Brotheri rreth rrotull Kristit, gjëna, sepse mendoj që nuk mohat kush me zër, jo se mohat Kristin me zër, po edhe ma mirë njohës ka shi produksionit të dote me kënë, sepse Kristi kishte situata që për shembull Marko ja doli mram, situata që kishte debate, ka edhe kontakte fizike, edhe dëgja, por mendoj që u dote. Gjithsesi unë e vlerësoj Kristin sepse është një djalë i mirë, respektoj, aty është një presion tjetër që ai nuk e ka mujt me përballu. Gjithsesi Kristi i uroj suksese, po ishte më i komentumi sepse u thash edhe u sjell loja rreth rrotullti. Mund të ketë ndikuar kjo afati kohor i shkutur që pati për reflektim duhet ta kishe të paktën ai sa pati dhe Rogerti që mund të jepte një diçka tjetër më shumë nga ajo qylla? Jo, mendoj që Kristi ka pas se për 4 ditë aty ishte shumë e rëndë mendoj vetëm, domethënë. Por Kristi mendoj që i kishte disa herë mundësinë për me reflektu nga mënyra që duhet të mu largu, po asgjë atij dhe duhet ta respektojmë, ndoshta edhe ajo dëshira që Kristi me kanë pjesë e programacionit, insistimin ndoshta një mënyrë e tjetër, ndoshta ka kanë edhe gabume që s'den një njeriu valla, nuk den. Kaq ishte, kaq mjafton. Dikush tjetër den me ne, i vjen situata me dal për diçka, kurse Kristi den me dal valla, hapë derën. Se no, pak më herët situat ju që Kristin e keni vlerësuar si njeri. Dhe pra të çka ka dhënë aty. Po si artist? Po pavarësisht se na kena qesh, kena lujt, si artist për zhanrin që ka, është një këngëtar që e vlerëson publiku dhe mendoj që ka sukses edhe ka me pas edhe më shumë sukses. I uroj sukses sinqerisht çdo aspekt, bile kam thënë do të jem pjesë e një koncert të tij patjetër,
Edhe do ta mbështes, unë edhe aty sa herë knote këngën e Bajramës, unë e kthesha, përqafosha, sepse fundit gjanat personale nuk bën Kristi për me pas gjë personale. Na ndoshta nga vëmendja tepër që mori Kristi në uacarume edhe e hangri Kristi. Sepse E bukur kjo. po, kështu që Kristi i uroj sukses, është ideal që është i urt edhe është i fokusuar te karriera e tij. E she veten si nofishta në një duet me Kristin? Në një të ardhme. Se di, por kur mos thuj kur, nëse Never say never, shpreha famshme amerikane. Nëse është diçka që ka me kanë interesante, pse jo, absolutisht jam i hapur, pavarësisht unë s'kam za hiç për asnjë gjë, por Dakord. Por edhe Ilir Vernosi këndon shumë bukur. Iliri Nga më e famshme që u bë boj. Iliri është puthje në vashës. Ilir është se unë ja dashë se dashuroj. Dhe Në sytë e saj të bukur dashurin kërkoj. Ja kënu me edhe Monix. Ja modifiku me pak. Vernosi është shumë dimensional. Është edhe kënon, edhe ka batutën, edhe është njeri në rallë parë. Me Vernozin ishin momente aty shumë bukura. Vetëm që kur i shoh ato memet, ato gjanat, vjen mirë që i kena dhënë buzëqeshje publikut. Dhe kjo ka qenë faktikisht ajo që dushim, qëllimi jon. Me mu kënaq edhe publiku. Përveç një njeriu të mirë, siç është Ilir Vernosi, që u fitua një misi të fortë, çifti më i famshëm në Big Brother, Seno dhe Vernosi. Një lidhje e fortë, e fuqishme. Po. Tjetër çfarë fitoi Senofishta në këtë Big Brother? Unë në Big Brother riktheva disa situata të mia personale aty ku do të më kenë, kam fituar mbështetjen edhe suportin e shumë njerëzve. Për ato gjana personale që kam fituar mirëkuptimin e shumë njerëzve, shumë shokëve, shumë miqve. Po edhe kam zhgënjur shumë vete, si gjithmonë, s'mund rri pa zhgënjur kënd sepse kam pas pritshmëri të mëdha te unë. Edhe kur them të mëdha, sinqerisht shumë të mëdha. Po tjetër që Vernozin e fitova, edhe më fitoj ose fitume një tjetër, fitume atë buzëqeshje, që ndoshta për streseve tjetër na ka munguar edhe ne, po edhe shqiptarët, siç e thash, ka nevojë me qesh, sepse këto debatet edhe gjana tjera janë të lodhshme mendoj për tanë. Për Big Brotherit fitova edhe lesh, siç e kam thënë, i thash edhe Legionit, fitova leshin, domethënë. Dhe domethënë po gjë studova. Kështu që në Big Brother sa do pak ose më varet se çajo, po këtë që fiton është një eksperiencë që e jashtëzakonshme që e kam thënë edhe them, do t'i falenderoj tanë përzemërsisht produksionin, Top Channelin, veçanti Petrina Guricën edhe Meridian Ramçel. Përshëndetje Petrinë në këtë moment dhe ju urojmë shumë sukses në punën e saj. Seno, më kujtove pak të pjesën e lezhë, më kujtove një batutë të famshme që kollonë. Ishte një deputet, Seno që s'më lejon. Emisioni edhe është i çat historinë e ju, do të respektoj ju. Ishte një deputet, shkon në një X zonë dhe i thot banorëve çfarë dëshirë ju keni, ne do t'ja plotësojmë, kishte edhe sekretarin. Edhe i thot i pari, deputeta, unë nuk kam shtëpi, thaj, më është shërnuar shtëpi, thaj, thot sekretarit shkruaj, thaj, ky kërkon një banesë, do ta bëjmë banesën nga e para. Tjetri tha, unë banesë ka rregull, po vetëm më pikon çatia, thaj, një rikonstruksion, thaj, do ishte shumë okay për mua. Edhe ti thash shkoj në shtëpi, thaj, deputeta, unë tharë vetëm çati, thaj, çketi thaj, shtëpinë, thaj, deri tjetër, si Senofishta, i thot, unë nuk dua të as shtëpi asgjë, thaj, si kam thënë, unë vetëm lesh do ta sem tullas, thaj. Edhe ti çfarë shtëpi, thaj. Se lesh do marrë gjithë, Bravo, se lesh do marrë gjithë. Edhe unë shkova te kritika me këtë term shkova, thash kam marrë si të shtëpi, Mendon se këta që kanë dalë ka marrë lesh? Varet, siç tanë përfitojnë diçka, do të më kanë më një vallë parë. Po falenderoj. Tanë është dikush prej ish banorëve market edhe pak tashri, po vallë do të më kanë në bë kritikë me të vetë, ku gabove, çfarë nuk shpejtë.
Edhe me kemi një se ka marrë me zër, aty ke dash vetë me shku ai emision. Po them për te të në gjane, po mërësisht se si ki dal, te ki dal, që ki dal, duhet me këtë njës, dhe me kërku. Po mërësisht ta kina pak nësi, edhe unë për shumë më fatë dhe. Po që pa bëtë si do laune. Ishe si do laune, ashtu ka më në produksioni, e vlerësoj, më ka dzerë në televizim, ashtu ka më në publiku, i vlerësoj, ku kam zu mesazhet, në për komente thosha, si ka mundësi që do laune. Por këto gjana janë që duhet i vlerësojmë, duhet i respektojmë edhe të vazhdojmë përpara. Se na mendon se në qoftë se do isha aktorisht brenda dhe do erdhi patët edhe ardhin e Luiz. Mendoni se do jepit më shumë se vetja atëherë se dy shkodrana aty mund të kishit një ur komunikimi shumë të mirë se ju kuptojnë edhe shumë mirë. Së bashku me që se keni edhe po të njëjtën Luizi tash ka kthy stilin e tij një brand në Big Brother, edhe unë kam vlerësoj për atë që ka lënë, sepse që hala sot kërkohet edhe domethënë ka lënë një shije të mirë te publiku. Po atjetër me Shkodran e kuptojmë një tjetër, e kuptojmë batutën, mund ta krijojmë batutën në moment, unë aty bile i thash një moment se fillohet u thonë në Barcelonë o në histori temën, po e kapte vetëm Lorna, kapte se Lorna rrin me Shkodran shumë, qeshte edhe Ilir Venuzi qeshte edhe se di të s'po dikush tjetër, bile i thash ju, a duhet më thonë vjersh a gjagjes për me qesh apo Barcelonë, sepse janë të situatë, mbaret edhe mënyra, sepse edhe Barceleta nuk thot u hale ta ham diçka. Vjen momenti, deli batut ose deli ironi, po duhet me kanë edhe tjerë me e kuptu se Barceleta duhet me kanë edhe i fije e holl. Po. Ka dhe nga ta që thonë që di Barceletën shumë bukur, po se tregon do thotë ma trego ti këtë që shumë. Ka nga ta, më mendoj se kishte të shumë aty brenda. Ka edhe për aty në që e thot Barceletën, i thu Amaraja po, edhe duhet me qesh, mos se s'ke kuptuar si gjallë Barcelet pa sens. Por kjo është, domethënë, kjo është sekreti. Se në kur ishit brenda në shtëpinë e Big Brotherit, cilit kishit ju kundërshtarin tuaj më të fortë? Dhe kë shihni ju aktualisht sot? Kundërshtari më i fortë jemi mendoj që ka kanë vetëm aty. Nuk unë i kam vlerësuar tan ato sepse ishin artista që ne na arrit me muzikën e tyre si Stine, si Miri, që kishin ka 20 vjet karrierë dhe ishte për tu vlerësuar. Por unë i kam thënë që sepse në shumë situata i kam thënë unë s'jam pjesa si grupit, edhe s'do rrisha pjesa si grupit, thash. Unë okay, se thonin një cep, Stine një cep të tjerë me si thash, unë isha te Banaku, unë okay 3 këndçin e Bermuds, ose Messi Koronat, unë kur s'kam pas frikë me hi, s'kisha frikë as me dal. Edhe kështu që mendoj që konkurrent kisha vetëm vetin tim, do të më marr me vetin tim, edhe kjo është ajo që është gjithsecili mendoj që konkurrent ka vetin e vet aty, sepse duhet falni. Asi problem. Duhet më marr me Emil Light, nulli. Duhet më marr me argumenta, me debat, duhet më kanë shumë i vëmendshëm për çdo gjë, kështu që merita gjak ftohtësinë. Mendoj që konkurrenti që kisha kundërshtar ishte veti, edhe ashtu doli. E qartë. Se no sa mendon ti që të gjithë njerëzit që shkojnë aty janë vetvetja, 100% vetvetja. Pak. Dhe kishe nga ata që ishin komplet fallca. Mendoj që shumë pak janë vetvetja, edhe për historitë e jetë që kanë kalu, e kanë zgjellë ashtu mos me treguane personale. Kurse disa tjerë mundohen me aktru, mundohen me kopju situata, mundohen dhe thënë se di, pak janë vetvetja dhe jalojnë spontanitetit. Është shumë e rëndësishme edhe në lidhet që çiftet që dojnë mu kriju natyrshëm, sepse po shohim që ky Big Brother po dështon në çifte një lidhje, sepse sigur po kërkohet me ngul një lidhje atë, një çift. Dhe kur kërkohet diçka me ngul stanon del bluff. Edhe mendoj që gjëja më e mirë është origjinaliteti. Ka, siç e thash, ka pas shumë banor që janë, kopjojnë, imitojnë. E qartë. Le të ndalim pak i dashur tek pjesa e këtyre raporteve, lidhjeve. Ju keni qenë brenda shtëpinë e Big Brother e keni parë ndryshe nga publiku që është jashtë.
Lidhjen Selin Miri, e keni parë ju personalisht si një lidhje miqësore, apo ajo e ka përcente këtë pjesë? Jo, në kam thënë, ajo ishte një lidhje miqësore, edhe një lidhje në lojë më shumë se sa miqësore. Për me sa më shumë, mu diskutu sa më shumë, edhe ato ja arritën qëllimit. Mos a nisi lojë, a ka ndonjë përfundim tjetër, kur mos thuaj kur, nuk i dihet kur jetës. Kështu që mendoj që ajo ka qenë më shumë edhe u arrit ajo që doshin. U banin pjesë çdo prajmit dhe më diskutuamja këto 2 muaj sa Big Brother. Si keni parë ju se në këtë pjesën që Selina nuk është më pjesë e Mirit në lojë? Po, mendoj që kjo ka ardhur edhe e ka kuptuar që vetëm me një dinamik nuk mund të shtyhet më gjatë. Ndoshta nga sinjalet që i kanë ardhur, faktikisht më shumë e kryqëzuan Mirin, sepse ajo ka qenë pjesë e kësaj loje, s'ka pse mu viktimizu, nuk është minorene që me akuzu Mirin, jo po pedofile, jo po çase kanë akuzu. Mendoj që Miri nuk e halli kur poshtë Selinën, edhe Selinas duhet me edhe Mirin, pavarësisht me gimbon, po mundohet me kriju një dinamik të re, por se di, mund të ketë domethënë një fort dinamike këtu, mos e mund të ketë përpjekje rikthim vazhdimit situatës me Mirin, edhe marrë biku, kjo kaq ishte. Nëse do ishit ju në pozicionin e Mirit, si do veproni? Po nëse isha unë në pozicionin e Mirit, a di si punë, ndoshta vetëm termin bab, vajz, ndoshta nuk e kisha diskutuar si mikë të mirë, edhe çdo gjë kishte ra poshtë, domethënë ishte sfumu, mund të ishte diskutu në gjë ja pa mosha, ja pa kja prep si prep, por mendoj që po ta shikojmë Miri nuk ka bë asnjë gjë, thjesht e kanë fry, e kanë akuzu më shumë se sa ajo që ai ka thënë, apo thjesht ajo janë disa gjëra, disa situata për shembull që kur i shkon te dushe që mund të e quajnë ja po manjake, ja po njëna, ja po tjetra, por mendoj që Miri aty e kanë bombardu në kritika, në akuza, që njëkohësisht për ato akuza është pjesë normale dhe Selina. Le të ndalim pak dhe tek çifti më i famshëm që po qarkullon rëndomt, apo jo rëndom? Si ta quajmë këtë pjesë? Cili qift? Mateo dhe Brikena, mi përfoluri. Do kemi një Romeo dhe Juliet në fund fare, apo jo? S'mo marr mendje për Brikena domethënë e ka qysh fillim, domethënë hindi me një falsitet. Ja po jam vergjeresh, ja po du me jetu me vjerri, ja po ajo ja pa kjo, edhe te kjo dinamika Mateos, mendoj që janë disa gjana që ata janë mosh mallore, domethënë dojnë kohën e vet çdo gjë, po mënyra se si e priti Brikena dhe se si rrin është vetëm me shtyjat kohën në bik. Mateo mund vinë dashni, Mateo është ndoshta i dashuruar me te, më sa shohun duket më i dashuruar. Kurse Brikena s'ma. Se no je dakord që meshku i dashuron me zemër, ndërsa vajzat me mendje? Tash ka ndryshuar, a moderuar, tash femrat zakonisht dashurojnë, jo tana se ka vajza shumë mira, po dashurojnë me kapital. Femrat dashurojnë me kapital, jo as me mendje më. Se no, ju i fituat flokët në këtë Big Brother. Po modeli cili do jetë? Modeli flokëve? Po. Modeli flokëve se ditësh do t'i marr prap zarro. Edhe pse më olla do të çeros do të bëjmë si Livernozi. Pa ditë. Se no. Kur e keni lënë takimin e fundit së bashku me Ilir Venozit dhe e mban mend ndonjë gjë që ka thënë kështu lloj batutë, se ju mendoj se keni batuta shumë të ju personalisht, keni batuta shumë të bukura së bashku. Batuta është një keni nga ato që mbani ndonjë mend? Një po aty ku shkosha se kam shkuar 4 herë në Korçë, gjatë rrugës, vetëm
vetëm të kishin kamera, domethënë do ishim kënaq. Po e tham Big Brother më vete. Big Brother më vete, si seriozisht. Po e tham edhe një batutë. Ishim të ardhë edhe Iliri ka problem me gaznat. Ta them proç me port. Edhe një dy unë ul xhamat. Ma thajna, tha, çaj xhamat, tha, letha se e piva, dhe me ke mbajta. I herë dy, ma thajna, mas një 10 kilometrave, më thët mu prep, e piva, thët një. Okej, mas një 10 kilometrave tje, e tham vita, më vjen mu, i tham, pije një prej metësh. Pije nga ana jeme një, qëra sa unë Ilirin. Nuk e nuk i ngele borxh. Nuk i ngele borxh. Nuk i ngele borxh, nuk i ngele hatra ti me mua, po çad, thonë, domethënë në xherri Iliri i marr atë pjesën e ngasmoj vetë me nxjerr aty te batuta, po varësisht ai batutën e ka të lindën, po e di edhe Ilirin ku më ngasmoj. A di të pikën e dozës. Po. Si ke pritur daljen e Ilirit nga shtëpia? Ndonte se Iliri e dha maksimumin e vet. Ja, Iliri kishte ma potencial me nej. Iliri kishte pa diskutim finalen, do të ta kapte, kishte histori jetën, ai pa me dash me fol, kishte edhe argumenta që flite, analizote, por mendoj që te kjo pjesa kakofonizm, Iliri ndoshta nuk duran shumë, edhe mendoj që doli Stine edhe ai më thuaj për të përshtatur? Për të përshtat, po edhe domethënë ishin disa diskutime edhe për efekt mosh, diskutime që s'do të më dhanë shumë rëndësi, do të më majt atë profilin e vet. Po patjetër që Iliri ka potencial për me ecë ma gjatë. Se bën edhe lojna, Iliri është edhe sjut. Me dash me ballë gjallëzina që i bën tjerë të manipulimi i bën më mirë se tan, po do të me kanë origjinali. Mos ndoshta të zgjuar ka bërë politika? E ka bë opozita ose protestat e ka bërë. Ditën, më fal, mbrëmjen e dieshme më saktë. Ishi i pranishëm në protestë Ili Vernozi apo jo? Jo, si ishte, se ti ishte i pranishëm në protestë do vinte edhe në Prime. Do vinte patjetër. Nuk e lindë Prime. Jo, nuk e lindë Prime. Ili Vernozin e vlerësoni si një opozitar të mirë, apo si një njerëz të mirë, apo si një humorist të mirë, apo si një lojtar të mirë? Iliri vlerësohet për tëna këto që the ti, për dimensione. shpirtin e madh që ka, edhe bile atë shpirtin e opozitarit e ka të lindën, i tham bile po hini Partia Demokratike në pushtet ta pakalon te PS-ja, se do mendojnë opozitë, shpirt opozitarit. Ju së bashku keni ndarë shtëpinë e Big Brotherit. Edhe shumë diskutime të tjera. Po politike keni ndarë ndonjëherë së bashku? Ne jena në politikë profile të ndryshme, se unë e kam thënë, jam i majt, ajo është i gjathë, dhe pavarësisht se unë në ato në vizionin tem, unë votoj edhe ne si e shef figurë të Shkodrës, që është figurë e mirë, votoj edhe gjatës. S'më intereson personi më shumë se sa subjekti. Në qoftë se Iliri Vernozi do të kërkonte një nder, dhe do të thoshe që do të japësh votën personit në fjalë. Mikeles për shembull. Unë jam në ekranin e djathtë, presupozoj, marrim shembull. Do ta bëni këtë për Vernozin? Patjetër, vota jeme varet cili person është ai që thet, po mendoj që Iliri ka zgjedhjet e duhura, gjithmonë zgjedh figurat që janë me integritet, plus që zgjedhja nuk është që po miratohet me reformë në qeveri, i vota është patjetër për Ilirin që jep votën. Çfarë vendi zë Iliri Vernozi në zemrën tuaj? Si çdo mik që në momentet e vështira lën një shej mirënjohjet të paharrueshme për te, edhe Iliri Vernozi për atë që kena kaluar aty, po edhe për thashë edhe për vlerat që ka për personin që është ka një vend të madh në zemrën time, edhe jam shumë mirënjohës edhe i uroj vesh mirë atij dhe familjes tij. Seno, në qoftë se ju do t'i kërkoni një nder Ilirit, mendoni se do t'ja ushqyente, do t'ju ndihmonte? Iliri Vernozi është për atyne që ta kryen nerën kur e shef se ke diçka po i rënë dorë, po të thënë. Patjetër se vend dyshim. Do bëjmë një lojë së bashku? Telefonojmë Iliri Vernozi dhe t'i kërkojmë 100 euro. Po se ditë valla se sa të shtunë e dile janë neshët e nuk e di a gjem Terezi valla. Po jemi telefonat. Tentojmë një herë dhe edhe do t'i themi që Iliri na do 100 euro. Pasi më duhet bëj edhe një ndërhyrje tjetër për mbjelljen e flokëve.
E bëjmë në këtë pjesë? Të bëjmë, se dia ka. Tentojmë një. Se di se ka mundësi. Me kamër po e merr. Në kamer. Çifti pandar. How beer! Jam në banjë, diqa. Po 10? Po s'po di s'dot? Ai dhjerë të marë, të uroj suksese në dhjerje. Të uroj suksese në dhjerje. Nga jema? Jam tu te piramida. Te piramida. Qa bëhet në gja? Po i ishbe ma diqa më baroba, ma më shumë në bajnë kam dendur se e diti. Po la unë baroba. Si e, të kam në formë apo jo? Jam keq fare më qëllë. Ma qanë? Vazhdo. Nga të tëra anët bit jam, hajtë. Hajtë, ciao. Hajtë birë. Ciao. Nga të ranët, ta mund jam, e kuptove, ma mirë nuk e konsumojmë. E lëm të pjesë. E rujmë për në herë kur t'jetë mirë. E lëm të pjesë. E rujmë për kur t'jetë mirë. E bukur. Qëndrove pak besnik, ha? Qëndrove pak besnik, da Ilirit. E ruajte Ilirit, e ruajte dhe zërin tënde, e ruajte. Pa tjera që Ilirin do t'a rujë, Ilirit më rujtë, që... Se na, e lëm Big Brotherin për një moment, Po. ju reflektuat gjatë kësaj kohe. Pyetja ime radhës për ju Seno është që aktualisht kur ju jeni jashtë pjesë Big Brotherit, cila është jeta e senofishtës? A se senofishta me simpatizantë tonë, senofishtët kemi parë, kemi qenë me ju, si shumica e banorëve të Big Brotherit të cilit e lën këtë shtëpi? Pa tjetër, kam pas shumë njerëz që më kanë taku, kanë kërku foto, i kam vlerësu, i falenderoj, i kam përqafu, shumë vetë më kanë shkru, ja kam thyt, mendoj që ja kam thyt tonëve 100%, vetëm nej mund t'i nik nej mesazh shumë përshit, po ja kthy, jam mirënjohës tanëve për komentet pozitive, po edhe për kritikat, se edhe kritikat bëjnë mirë ka herë. Po edhe kush na ka shoh, prep falenderoj zërbëtisë dhe me nxjerr një vrerë edhe ai çlirohet. Domethënë na nxjerrin atë keqen të unë sa problem. E jam mirënjohës shumë njerëzve që më kanë mbështet, më kanë suportu gjatë rrugtimit tim, edhe shpresoj që t'ja shpërblej ditë me paraqitet mia të mira ose në çdo aspekt që të ke mundësi. Aktualisht me çfarë merret senofishta? Aktualisht se ne kemi parë gjithmonë në format televiziv, në shtëpinë e Big Brother, në intervistat e shumta që ka dhënë për median e madhe, Top Channel e tjera, e kemi parë senofishtën edhe me kostum, se kemi parë ndonjë me kostum sportiv si më keni ardhur në këtë po ditë dile jam pushim sot. Edhe pushimin do më ndaj lirshëm. Se na po marret në një kurs për drejtor sportiv që i bën Federata Shqiptare të Futbollit. Dhe mendoj që do të jem, sepse kam qenë edhe në Afrikë, mendoj që do të angazhohem te një klub sportiv ku mund bie edhe disa lojtarë për Afrikën. Plus që kam edhe po marrë me kryu diçka nga që flas edhe gjuhën franceze, me flas frëngjishten si se Berisha anglishten, gegnisht domethënë. Edhe Berisha flet frëngjishten. Po ne flas si flet anglishten, lisis. Të lutem, se no të lutem kujdesu të ta shoj Vrenozi këtë dhe të keni një përkim, mos ja shoj Berishën. Edhe mendoj që me këto me pjesën e turizmit, me francez, me luksemburgjest, që mo që kam jetu atje, kam edhe familja atje, mund shkoj mund krej diçka që të shërben për jetën time sociale, shoqërore e tjera. Po të sportit gjithmonë të sportit, më shumë të sportit. Po reflekton për kohën të cilën e ke kaluar në rinin tënd dhe që ke dashuar sportin. Patjetër. Jemi brenda kohës për reflektim. Po, patjetër. Është ajo ku na ka më gjallë, domethënë ato emocione, sporti është diçka e jashtëzakonshme. Do dëshironit që djali juaj të ishte një ndër futbollistët më të spikatur. Ishit. Po i kam bërë stërviti, kam ndaj parë më pa bile edhe ekipin. Ja gjesha lojtarët në përlagje ku janë më të mirë, t'ja çosh atë ekipit ti, edhe është një dëshirë e madhe, edhe një anë që me lut me vllaznin.
Kur më thonë je pa Real Madrid apo kjo më duken zero. Më duhet vesh me vllaznin apo. Me do vllaznin. Kënë çamillon vllaznis. Çose ata bëhen qytetar të mirë, të vinë të japin Shkodrës edhe qytetit tim edhe ekipit tim. Se no. Me kënë Shkodran tana i ban. Si për mirë, si për keq, mundona mi bëta na. Kim do gjë se bëni o vlla. Po se di, tana ka profile të ndryshme, ka persona të ndryshëm, ka. Për të kënduar nuk e bën dot, se të testuam. Ja nuk na jam dop. Nuk e bën dot, se ke këtë talent. Jam dop për të një lajm tjerëve se s'mund të bëjmë tana tash. Se të gjithë do hajnë bukton. Po, të gjithë do vuajnë ose jo të vuajnë se tham kështu po do mbijetojnë, no? Le ta qenë në këtë rrafsh. Se më kam edhe një pyetje tjetër për ju. Po. Ju personalisht do dëshironit që të ishit drejtuesi një emisioni? Pasi keni krijuar dhe një imazh në publik. Po Dhe në qoftë se do ishte ky një dëshira juaj, cila do ishte ky format? Do ishte në politik, në sport, në kulturë, ku ishin një vend? Mendoj që që e them me kanë Shkodran tana i bën gjithë dash, ndoshta një emision që i përmbledh tana. Pa, një emision javor që ka hapësinën e vet sporti, ka hapësinën e vet batuta, ka hapësinën e vet teleshikuesi, ka dikush që sjell një mesazh, patjetër që Top Media është një ndër ëndrat ose një mundësi që duhet thënë jo. Po duhet vlerësu dhe duhet përgatit maksimalisht. Se nuk e thënë ndonjëherë jo në jetën tënde? Jo, ke thënë Unë veç që s'di me thënë, bile edhe shok më qeshin, kur më thënë në gjëra se nuk duhet kërë, po e thëmë, ti jo s'ki, thënë. Se no, dashurin tënde të jetës si e ke gjetur? Dhe atë ka thënë jo ajo se ti nuk thënë ke jo, ajo atë ka thënë ndonjëherë jo? E kam lënë situatën mu pjek deri në atë mënyrë sa më ka thënë po. Domethënë na njoft, unë ka 5 mandate që jam me te. 5 mandate. E bukur. 5 mandate, ke një mandat më shumë se kryeministri aktual në pushtet, ë? Po 5 mandate, edhe kështu që ke ndonjë mesazh se në për t'u dhënë të rinjve dhe të rejave në këtë moshë që jetojnë? Ata kanë kohë për të reflektuar ndaj kësaj pjese apo jo? Unë mendoj që ai mesazhi që duhet të jep të rive është kollaj me thonë të jenë larg pjesë të veseve, por domethënë duhet më shumë vetë kontrolli, të kontrollojnë emocionet, se nëse ka një ves duhet me kontrollu vetin, që me shkput sa më shpejt, sepse vesi problemet më të mëdha nuk i kalon ti, po i kalojnë familjet. Edhe mendoj që duhet më përgatit të mosha 18 deri në 24-5 vjeç, duhet më përgatit sa më shumë në çdo aspekt për disa gjëra profesionale, sepse aty është armi aty edhe vitet e kalojnë shpejt, është vetë një moshë sepse kur futesh në atë rsinën e veseve, situatave, është shumë vështirë me dalë. Edhe mendoj që duhet të logjikojnë shumë, duhet të reflektojnë shumë me vetin për çdo situatë, të rrinë afër familjeve të tyre, sepse fundit çdo derë ndoshta të mbyllet, ka miq që të hapin derën edhe janë pothuajse si një familje, po atë problemin më të madh e kalojnë familjet, kështu që mendojnë për familjen rrallpar, masajana mendojnë shumë për veti. Se në qoftë se ju do ishit 20 vite më i ri, nga se qeni? Çfarë do reflektoni? Unë kam shumë për të reflektuar në fakt. Unë kam shumë një dua. Pa shumë gjana kisha reflektuar, domethënë te pjesa veseve. Domethënë që kam pas veset edhe te pjesa që e lash sportin, nuk u fokusova si duhet në sport. Në eta larg, ndoshta futbollisti sa po ishte dash këtyne kurseve, këtyne gjanave me hi me kohë. Por këto janë 2-3 gjana që mendoj që sepse të shërbejnë, se sot ana profesionale ose ajo që bën ti në jetën e përditshme, ka të bëjë shumë edhe në formimin tënd si njeri. E qartë. Pas 20 vite shkuesh veten tënde. Në pension parakoshëm.
Do ta shijosh atë pension? Big Brother plus 60, e shoh. Do ta shijosh besoj Big Brother plus 60. O le shej çdo moment, do them sa më keq është më mirë, unë se kam problem, po e rëndësishme është Atë Big Brother është vetëm me Vrenozë, po pa Vrenozë. Mas 20 vjetëve të kena shiju, domethënë një rritje të mirë të fëmijëve të mi, edhe shkojmë sa më shumë gjëra të mira për Shkodrën, për Shqipërinë, dhe shohim sa më mirë në meqet dashamirësat që kena. Sena, gjatë sa interviste që bëm ditën e sotme këtë podcast, sa reflektuat jo? Po reflektova Nga 1 te 10, e marrim kështu, që mos u vë dhe ju në dilemë. Çoj dorën tek një numër. Jo 11, se stava më tema për në shkollë kam marr 4 me forcat e mia. Edhe këtu po them 4, nuk po iku te 4 bravo, te 4. 4 edhe në shkollë kam marr me forcat e mia. Nuk më ka fal kush notën 4. Kam qenë zoti. Bravo të qoftë, ti jap dorën. Ti jap dorën. E pas ke merituar, se ne pas ke merituar. Po. Se në unë të falenderoj që të pata në këtë puntat të parë të këtij podcasti, ishte një kënaqësi jashtëzakonshme për mua. Dhe pa diskutim që ne do ta ruajmë këtë miqësi. Patjetër. Në qoftë se na la hapësirë Ilir Vrenozë. Patjetër, gjithsesi opozitari më i papër. Gjithsesi ka hapësirën e vet, po vendin e Ilir Vrenozit nuk e xen kush, as vendin e tëm. Falenderoj shumë që jam i pari dhe shpresoj që të kesh sukses, se mos e mos thush se në ka tërc, pas ka komen e mrap, shtetë marë, kështu që të shjam edhe i fjenë siklet për vazhdimësinë e programacionit. Do betemi në kontakt, do shihemi dhe në punë të tjera së bashku. Patjetër, kur do. Se no, ju jeni nga Shkodra dhe dëshiroj që të më thuash një shprehje të bukur nga Shkodra për ta mbyllur të podcast. Shprehje të bukur, po ta them kështu që unë kam nxjerr vetë, domethënë, është shprehje kur shkojnë punë keq, thojmë na dek se dek më mirë gjallë. Po lajmë. Të falenderoj Seno, ishte kënaqësi jashtëzakonshme për mua. Miq të Kohë për Reflektim, ishim në këtë podcast të parë me Senofishtën. Unë ju falenderoj që qëndruat ditën e sotme në këtë podcast, që na krijuat ju hapësirën tuaj. Ju ftoj të na ndiqni në podcastin e radhës. Deri atëherë secili do t'i ftuari, qëndroni në Times Albania. Faleminderit.